Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Zbulohet vitamina që bën mrekulli tek mosha mbi 50 vjeç. Vitamina B12 është shumë e rëndësishme për trupin e njeriut, pasi shërben për ndërtimin e ADN-s dhe ARN-s. Kujdeset për humorin ton dhe për sistemin e tretjes. Edhe pse mungesa e vitaminës B12 shkakton simptoma si këputje të trupit, vështirësi në frymëmarrje dhe dobësim të muskujve, ajo mundet të kalojë shumë kohë pa u diagnostikuar. Ja cilat janë disa nga arsyet pse mund të keni nevojë për më shumë vitaminë B12. Jeni vegetarian. Mënyra e vetme për ta përfshirë vitaminën B12 në dietë është duke konsumuar mish, qumësht, vezë. Nëse i shmangni produktet e kafshëve, atëherë me siguri mundet që të keni mungesë të vitaminës B12 nëse nuk e merrni atë me anë të suplementeve. Mungesa kronike e vitaminës B12 mundet të shkaktojë zbehje të lëkurës dhe dobësi. Jeni mbi 50 vjeç. Mosha sjell me vete lirinë dhe mençurinë, por fatkeqësisht ajo sjell edhe shumë problematika në trup. Një ndër to është edhe pamundësia për të zbërthyer vitaminën B12 nga dieta. Për fat të keq, shenjat e mungesës së vitaminës B12 në këtë moshë ngatërohen shpesh pasi faji vjet moshës. Nëse edhe ju ose një i afërm i juaj jeni mbi 50 vjeç, mirë është që të merrni suplemente të vitaminës B12 për të qëndruar në formë dhe të fortë. Pini alkool rregullisht. Nëse keni pirë çdo darkë një gotë verë, atëherë ju mund të keni të ulta rezervat e vitaminës B12. Kjo ndodh sepse mëlçia luan një rol kyç në ruajtjen e vitaminës B12. Prandaj, shijojini një gotë verë në darkë me miqt dhe mos harroni të merrni vitaminën B12 kur ju të ktheheni në shtëpi. Merrni ilaçe për refluksin acid. Edhe nëse keni pasur ulcer në të shkuarën ose nëse merrni ilaçe për të, problemet në stomak dhe ilaçet që trajtojnë ato pengojnë trupin që të zbërthejë vitaminën D dhe gjithashtu vitaminën B12. Prandaj mjekët sugjerojnë se nëse po trajtoheni për refluks acid, ju duhet të merrni dhe vitaminën B12. Jeni diagnostikuar me diabet ose ndonjë sëmundje tjetër autoimune. Problemet e sheqerit në gjak dhe sëmundje të tjera si Hashimoto ose lupus pengojnë trupin që të mbërthejë vitaminën B12. Edhe nëse ju jeni konsumues i rregullt i mishit, duhet përsëri të merrni suplemente të vitaminës B12 që të jeni të shëndetshëm. Mungesa e vitaminës B12 lidhet me një sër diagnozash të frikshme. Nivelet e ulta të saj rrisin rrezikun për sëmundje të zemrës, depresionin dhe gjithashtu problemet me ankthin, si edhe disa probleme me shëndetin mendor si Alzheimer apo autizmi. Gjithashtu, ju jeni çfarëhani apo jo. Për gratë mbi moshën 50 vjeç, konsumimi i ushqimeve të duhura nga ana tjetër është akoma edhe më i rëndësishëm, në mënyrë që të shmangen problemet me shëndetin. Ekspertët sugjerojnë që gratë mbi 50 vjeç duhet të synojnë 3 lëndë ushqyese tepër të rëndësishme për të luftuar gjithashtu ndryshimet e zakonshme të shkaktuara nga plakja, kalciumin për shëndetin e kockave. Osteoporoza merr gjithashtu shumë vëmendje dhe shumica e grave në këtë moshë kuptojnë se risku për të zhvilluar këtë sëmundje të zemrës rritet njëkohësisht me moshën. Në fakt, 1 në 3 gra
mbi moshën 50 vjeç është rrezikuar për thyerje të shkaktuar të kockave nga osteoporoza. Osteoporoza ndikon edhe në meshkuj, gjithashtu, por jo në shkallë aq të lartë sa tek femrat. Ne përthithim më pak kalcium me rritjen e moshës dhe aftësia e disa grave për të toleruar qumshtin dhe produktet e tij, burimet më të mira të kalciumit. Gjithashtu, ulet me rritjen e moshës. Perimet jeshile dhe lëngu i fortifikuar i portokallit janë gjithashtu burime të mira për kalcium. Gratë mbi 50 vjeç ka nevojë për 1200 mg kalcium në ditë. Proteina për muskuj të shëndetshëm. Gratë në moshë kanë tendencën të qëndrojnë më shumë ulur dhe të ushtrohen më pak. Kjo i bashkohet edhe një procesi natyral të plakës të quajtur sarkopenia, që është humbja e masës muskulare. Derisa të keni mbushur moshën 80 vjeç, gratë munden që të humbasin deri në gjysmën e masës së tyre të muskulare. Konsumimi i mjaftueshëm i proteinave redukton impaktin e humbjes së asaj mase muskulare. Dietat me bazë bimore që nuk përfshin mishin, që është një burim i rëndësishëm për proteinat, mundet që të sigurojë mjaftueshëm proteina nëse bëjnë në zgjedhjet e duhura. Ekspertët gjithashtu rekomandojnë sojën, vezët, produktet e qumshtit, arrat, farat dhe gjithashtu fasulet. Nevojat për proteina varen shumë në peshën tuaj. Për gratë e moshës mbi 50 vjeç, ekspertët gjithashtu rekomandojnë 1 deri në 1,5 gram protein për kilogram në peshë. Për shembull, nëse ju peshoni rreth 63 kg, do të keni nevojë për 63 gram proteina në ditë. Vitamina B12 për funksionet e trurit. Me rritjen e moshës, gratë përthithin më pak lëndë ushqyese nga ushqimi i tyre. Një nga këto lëndë ushqyese të rëndësishme që ato mund të mos jenë duke marrë në sasinë e duhur është vitamina B12. Burimet më të mira për vitaminën B janë vezët, qumshti, peshku dhe gjithashtu drithrat e të tjerë. Ushqimet që duhet të hani pas të 5 ditave. Duhet të hani erëza si majdanozi, shafran ose rozmarina. Për shkak se kripa mundet që të kontribojë në presionin e gjakut dhe Dr. Lina thotë se duhet të kufizoni kripën sa më shumë që të jetë e mundur. Në vend të kripës, ajo rekomandon që të shijoni ushqimet me erëza. Fasule. Sipas nutricionistes Tara, fasulet janë një mundësi e shkëlqyer për njerëzit mbi 50 vjeç dhe fasulet janë një burim i shkëlqyer i fibrave si edhe të proteinave me bazë bimore. Fibra është gjithashtu një lëndë ushqyese për shëndetin e zemrës, menaxhimin e sheqerit në gjak dhe kontrollin e peshës. Gjizë me pak yndyrë. Në rast se nuk e keni dëgjuar, gjiza po bën një rikthim të madh, është një opsion i shkëlqyer për të gjithë njerëzit mbi 50 vjeç. Ky ushqim proteinik është gjithashtu një zgjidhje e shkëlqyer për çdo vakt të ditës. Zarzavate me gjethe jeshile. Gjithashtu duhet të konsumoni dhe sa më shumë frutat e pyllit, salmonin, frutat e thata dhe gjithashtu orizin kaf. Mirë, po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Mirë, po duhet të dini nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.